Po nuk është ndaluar me shku, po nuk e ki nevojë me iqu edhe në rregull jemi se ushtria janë vetëm kur ka sulme edhe duhet me me mbrojt veten, sa ata kanë me mbrojt kufinin, nuk kanë me kry. Po shumë është më e lehtë kur nuk ki nevojë me marr leje. Po kjo ide është pastaj argumenti ka nevojë Kosova të ketë ushtrinë në kufi? Absolutisht e ki. Sidomos në pjesën veriore. Ushtria është për kufit, nuk është për kufi. E ki këforin amerikan, këforin amerikan e kin kufi me Serbi. A është këfori aty? Këforin. Po sepse ti edhe këforin e ki që lidhet me siguri. Masanej me orë deti çështja më bazike, që me qenë pushtet për 2019-s, e po flasim 2026-ën. Policia nuk kanë paga dinjitoze, pikë. Kanë paga tepër këto. To janë probleme që Kresha i dhave më herët, to janë të nevojshme thashë në fillim. Ka probleme edhe më të mëdha se tash ti më dal me një ide në fushat, me to po duhet po gjandarmerin. E ki policinë në kushte mizerje. Nuk kanë paga të dinjitetshme. Nuk kanë, imagjinoje vetëm policinë në Evropë se s'ka sigurim jetësor, nuk ka sigurim shëndetësor, nuk ka as ushtria sigurim shëndetësor dhe as jetësor, nuk kanë uniforma që duhet. Objektet i kanë gjendje të keqe ku punojnë, nuk kanë uniforma, nuk kanë kpuca policia. Dhe imagjinoje ti tash këtë çdo probleme ke mujt me i zgjidh deri tash, që 6 vjet nuk i ke zgjidhur këto probleme, dhe tash na vjen me këtë ide madhore, po do me kriju në gjandarmerin veç për me me largu debatin që janë policia më e mirë në rajon edhe përkundër këtë që ty në kushteve mungesa janë më të mirë. Po a duhet mas pari qeveria e Republikës Kosovës me u siguru pagat e dinjitetshme policisë, me u siguru uniforma, me u siguru kpuca, me pas polici jonë sigurim jetësor dhe shëndetësor, edhe me pas kushtet e punës ku punon, edhe të çështja tjetër që dakord që është teknologjia e re, domethënë me qenë furnizu me ato, me u trajnu, me u profilizu, apo me ardhur te kjo ideja që na po do na me kriju në gjandarmeri. A e mon men Arben Ahmeti në këtë studio ku kena diskutu, unë jam konatonën Andela kur kena diskutuar çështjen e dronave, që kryeministri shkoi e vizitoi Gjilan atje. Ku me çështja e dronave tash? U harruaj atë, s'është marr kryeministri më aty. Prit edhe 2 sene. Veç pak dhe masa, e përmendëm edhe në mbram. Unë tash që kam informata që ata djemët të cilët i kanë pru idenë dhe kanë fillu me i vo dronat janë djemë shumë të zotë, të cilët janë këthy nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Absolut nuk kam kur gjo me djemë, ata mund me këtë zotë, inshallah kanë më bodhe më të zotë. Po për me marrë një licencë, për me marrë një licencë. Ato janë tash procedura. Ata e kanë bërë një gabim në hapa, Vetëm një gabim e kanë bërë i cili është përmirësuar dhe tash është duke vazhdu procesi. Pyetja kjo, në fushatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit Albin Kurti ka shku i ka vizitu, ka